Përshëndetje të gjithë miqtë të Bene Newscast, takohemi në episodin ton të radhës, do flasim për situatën brenda kampit demokratik, brenda Partisë Demokratike. Shumë zhvillime është zgjedhur edhe ekipi drejtues 2026-2030 i kësaj force politike, ajo që do jetë edhe qeverisja me hije. Shumë pak ndryshime përsa i përket strukturës pjesës kryesore drejtuese, por shumë ndryshime të emra kryesisë, të sekretariatet e të tjera. Por ka patur dhe shumë polemike në më parë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, pasi ka patur një ndryshim të numrit, por jo vetëm. Pikërisht për këtë do flasim me një zë të fortë që ka Partia Demokratike, Lisander Hoxha, të cilin e kam në studio. Lisander, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën dhe më lër të uroj për të parë Newscast Shqipëri, uroj shumë suksese. Dhe kam besim që do jetë një nga kryesorët në vend, për shkak se të njoh dhe të di gjithë përkushtimin që ke ndaj lajmit, ndaj analizave politike dhe në radhë. Faleminderit shumë. E vlerësoj. Lisander, futemi me një në diskutim. Ti ke patur edhe një propozim dje në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të PD-s. Po përveç propozimit tënd, që duhet na sqarosh edhe ato. Çfarë ka ndodhur dhe si e ke parë të gjitha dinamikë të djeshme? Ishte një keq administrim, mendoj, sepse unë nuk kisha propozim, ngrita dorën për procedurë. Procedura është brenda rendit të ditës, secili prej anëtarëve mund të ketë sugjerime sa i takon procedurës. Procedura ime lidhej me një akt të cilin unë e konsideroj të papranueshëm. Arbër në 30 maj ne mlodhëm Kuvendin Kombëtar dhe i kërkuam rritjen e numrit të anëtarëve të Këshillit Kombëtar nga 150 në 200. Kuptohet me ato kuotizimet siç i ka bërë publike PD, me rinin, me zonjat, me diasporën dhe me radhë. Por 200 do ishin të votuar atë ditë nga Kuvendi Kombëtar. Listën fituese, ku e shpalli Partia Demokratike, e shpalli me 237 emra. Dhe përpasoj, në bindjen time, dhe në bindjen e çdo njeriu që merr vesh nga ligjet e vendit, çdo procedurë, çdo votim i dal nga një listë votuesish më e madhe se ajo që është miratuar nga Kuvendi Kombëtar, është e palishme. Dhe nuk mund dhe nuk duhej PD-ja t'ja bënte këtë vetes. Po dëshiron të PD-ja, i kërkonte 250 emra Kuvendit Kombëtar, 300 do i miratonte Kuvendi, se s'ka asnjë pengesë. Kujtoni kur Basha ishte kryetar partie, kishte me 500 anëtar. Këshilli Kombëtar, unë aso kohë e quaja kooperativë bujqësore. Nuk është se ka patur pengesa për të patur rritje të numrit të anëtarëve. Problemi është që pasi e ka miratuar Kuvendi Kombëtar, askush s'ka drejt të bëjë të kundërtën dhe të shtojë numrin. Dhe është një lloj sikur zoti Rama të thotë, kushtetuta thotë janë 140 deputet, po do jenë 160 tani se kështu e ka gjykuar dhe më shton në mënyrë informale. Edhe arsyeja, që kjo është pjesa që ma thare më banalja, që në pas kanë dalë 74 kandidat me votat barabarta, koincidencë kozmike që s'ndodh kur, dhe për këtë arsye kemi vendosur t'i fusim të gjithë. Po jo zotëri se ti ke një precedent, ti ke një ligj në Shqipëri, ligji për partitë politike detyron t'i bindesh Kuvendit Kombëtar. Ai është sovrani dhe nuk ke autoritet mbi atë vendimmarrje. Po deshet arrisësh, do mbledhesh prap atë. Dhe mosbindja ndaj tij është vepër jo e lishme, se s'po përmend terma të tjerë. Së dyti, ke praktikat zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në 44, thotë që nëse dalin me votat barabarta, mund të kesh balotazh. Ripërsërit garën për këta 74 njerëz. Mund të kesh shortim. Shorton, ke precedent caktuar, ka ndodhur në Shqipëri shortime ku ka fituar njëri apo tjetri mandatin me short sepse nuk kishin marrë votat e nevojshme për 21%. Ju kujtohet kodi i vjetër zgjedhor, ka patur shortim. Zoti Bogdani, Indiri Gerti Bogdani, fitoi me një bashkinë 10 me shortim. Pra, ne nuk mund të shmangim praktikat ligjore dhe të themi tash këta do i fusim gjithë. Sepse marrim atributet statutore të dikujt tjetër. Dhe ne jemi parti që kemi bërë betejë për statut. S'mundet që betejë për statut ketë karakter klasor, kur e bëj për vete është e mirë, kur e bën të tjerë e pas kanë gabim. A ka një standard kjo puna apo jo? Po përse është bërë gjithë kjo, Lisander, në optikën tënde pra? Fshet diçka apo është një tentativë për t'i bërë qefin të gjithëve? Këtu dalin. Më kujtohet që ta bëj të plot edhe për të ndihmuar në argument. Më kujtohet që zoti Rama vajtin kryet PS-s, krijoi koordinatorët. Krijoi koordinator lagje, kryetar lagje që t'i bënte gjithë qefin dhe të mos t'i largonte.
Mund të jetë kjo taktika? Po s'ka pas nevojë më i kërkon të kuvendit kombëtar duhen më shumë dhe i kishin miratuar. Kjo është gomarllëk. Nuk ka malinitet brenda. Këtu hyn te mediokriteti, dalim te rezoluta e zonjës Kuçana. Mediokriteti është forma Edhe ajo ka bërë deklarat shumë të fortë dje. Mediokriteti është forma e cila po e shkatron sot rrënjësisht mënyrën e bashkëpunimit njerëzve në Partinë Demokratike. Ne na mban bash statuti, na mbajnë bash ca rregulla sjellje për të respektit personal, të cilat duhet të jenë të shenjta. Në mungesë të tyre kalojmë me këto veprime të cilat janë panevojshme. Si nuk i jep fjalën për rendite antarës Këshillit Kombëtar që të ka depozituar 24 orë më parë një rezolut. Çfarë beson se është e mirë për Partinë Demokratike. Nuk është atribut as i kryetarës së Kuvendit Këshillit Kombëtar, as i kryetarit partisë dhe as kujt tjetër që të komentoj. Është atribut i Këshillit Kombëtar. Ata thonë jemi dakord apo jemi kundër me ngritje duarsh. Ka që thjesht është. S'ka pse të bëhet debat aty, dhe bëja debat ka dëmtuar Partinë Demokratike. Ne kërkuam një praktik normale, ligjore, brenda PD-s të ndodhur dhe më përpara, por atë shiko, ka një problem arbër. Kanë filluar prej kohësh të shihen organet e partisë si instrumenta duartrokitje. Po nuk mund të funksionojnë në këtë mënyrë. Nëse nuk janë instrumenta politik, vërit drynin se nuk të duhen. Por duartrokitje duhen më dhe ato të shkretat. Por në thelb nuk prodhojnë politik, nuk prodhojnë diskutime, nuk përmbush misionin për cilin ekziston ai organ politik, është parlamenti i PD-sërë. Si është i njëri dhe drejt në fjalës. Po kjo është unika dhe nuk votova. E më shtes plotësisht rezolutën e zonjës Kuçana, jo vetëm unë. Atë është një grup deputetësh. Ka dhe deputet? Deputet të grupit parlamentar të PD-s që janë dakord. Ka antarë kryesie që janë dakord me të. Ka 10 antarë të Këshillit Kombëtar që janë dakord me të. Pra nuk është diçka iniciativë personale dhe nuk është në thelb vetëm pjesa, se unë e kam parasysh kush është pjesa mediatike, se njerëzit merren me mulizimin, po në thelb kush është? E para, qasja e PD-s ndaj protestës, nuk mjaftojnë deklaratat, të duhet rezolut dhe të duhet bashkëpunim direkt me ta. 2. Është krijimi i një bordi qytetarësh intelektual jo antar të PD-s që të shërbejnë si ambasador mes shoqërisë shqiptare dhe Partisë Demokratike, e cila ka zgjedhur me vetdije të plot largohet nga njerëzit. Dhe ky është gabim. Një bord të rinj edhe nga diaspora, të cilët të shërbejnë për të rritur prezencën politike të Partisë Demokratike të një brez i cili tashmë nuk është se po na pëlqen më, për mënyrën se si kemi vepruar. Pastaj është lufta kundër mediokritetit, e cila ka spikatur për shkak të termit që është përdorur si simbolike e mediokritetit, por në thelb është një problem madhor në PD. Përqendrimi i pushtetit dhe keq administrimi i shumë zhvillimeve në Partinë Demokratike ka emër. Dhe ai emër është zgjedhur si simbolik, i cili bëri shumë zhurmë, por në thelb është problem. Ne jemi më keq sot në mënyrën e organizimit se që ishim 2021-shin, kur s'kishim vullet, s'kishim logot, s'kishim zyrat. Pa, kjo është, ka një pasojë e gjithë kjo. Lisander, mirë një koment edhe për pjesën drejtuese, sekretarët, nënkryetaret e PD-s dhe padyshim edhe ajo që dihet, sekretari i përgjithshëm zoti Noka që u rikonfirmua përballë zotit Koreshi. Arbër duhet të ketë një logjik politike për të komentuar emrat. Po të hymë në komente emrash, hymë komente personale, unë po të kisha komente personale. Dalemi te pjesa e meritës. Para se të Lesha, jo emrat CV-a tyre, por CV-a politike mund ta themi se tashmë ata janë kabineti qeveritari i PD-s 2026-2030. Qeveria me hije. Më dëgjoj. Ne duhet të kemi logjikën mbi të cilën është ndërtuar lista për të komentuar pasojën. Pasoja në emrat. A ka një logjik ku është fibra politike e Partisë Demokratike? Ku janë njerëzit që shpëtuan PD-n në ditët e veta më të zeza, se nuk kemi qenë shumë arbër. Numër shumë i vogël nga të parët 2021-shin. Numër shumë i vogël njerëzish, të cilët i dolën krah zotit Berisha në momentet më të vështira të jetës së karrierës vet politike, pa asnjë lloj interesi, ndërkohë që konsideroja një e mbytur, pa shpresë, nuk dinte njëri çfarë do të ndodhte në ardhmen. Kishte
Shtetet e Bashkuara kundra, kishte shumicën e opinionit publik kundra, dhe unë aso kohët pak të një 6 javë, tek pull ka mbajtur peshën më të madhe debateve publike, se s'kishte askush tjetër përveç Lisandrit, që t'ishte pro Berishës në ato momente. Dhe unë kundër edhe këshillës miqve dashamirësve media, zgjodha me vedijet plot, absolutisht pasi lloj interesi, që të mbaja qëndrim, sepse besoja se Berishës po i bëjnë një padrejtësi dhe mbi gjitha historisë Partisë Demokratike. Ne nuk jemi banalisht një histori minimi demokracie, po jemi forca që transformuam Shqipërinë. Vërtet me gabime, po e nxorëm nga regjimi komunist në një sistem plural i cili i hapi perspektivën qytetarëve të këtij vendi zhvilloheshin. Këto ishin motivet që më shtyn mua të bëja atë lloj avokature ndaj asaj që ndodhi. Por duke marrë parasysh këtë, aty ke personalitete që bën betejë me zotin Basha, që bën betejë për statutin e PD-s. Ata janë fibra politike e Partisë Demokratike. Ishtë përndjekurit politik trashëgimtarët e tyre janë fibra politike e Partisë Demokratike. Nëse nuk bën harmonizim mes tyre dyve, çfarë ke bërë? Ore, ka logjik 20 vjeçar në kryesinë e PD-s apo 20 vjeçare. Po s'kan punuar një ditë në zyrat e shtetit. Çfarë perceptimi kanë ata për qeverisjen? Çfarë mendimesh do japin nga organi më i lartë politik i Partisë Demokratike që është kryesia, truri i PD-s. Më falë, kur ke me 10 ekspert, ish zëvendës ministra, ish drejtor të përgjithshëm, njerëz me mund të jetë protesta që kanë ndikim në këtë moment, Lisandër, pra Gen Z, gjenerata Z. Edhe kjo Gen Z më duket sikur është shpike majtiste arbër. Pse? Po këta sikur jetojnë Mars, nuk jetojnë me këta gjyshit, me baballarët, me nënat, me motrat. Është një brez që s'pas ka lidhje me gjithë tjerët. Po ka vazhdimsi shoqëria. Absolutisht. Po kur duan ti manipulojnë, dhe këta janë teoritë e manipulimit, ne njohim mirë, i thonë ti e ndryshe, ti si këta. Madje këta të LGBT-ve përdorin të njëjtën taktik. Kryesisht me këta me karakter dobët, familje me probleme, për të rekrutuar. Edhe gjenerata Z është që disa miliarder të bëjnë punë të pista me trinë, se trinë dhe protestojnë, kush proteston. Kështu që nuk du t'i qymë gjenerata Z. Ne kemi popull në rrugë dhe kemi një rini e cila mendërisht, kulturalisht, është europiane dhe amerikane, se jetojnë në botën digjitale, fizikisht janë të zënë në kurth në një tepsi stabilokratike, ku disa politikan, me disa oligark, i vjedhin çdo ditë shqiptarët, ua kanë vjedhur shumicën e pronave publike, shumicën e Bregdetit shqiptar, kanë bërë dhe i liq për malet, të vjen turp, të shkosh në jug të vendit, plazhet më të bukura, i është vënë gardhi, se ka bërë vila, pra bën biznesmeni vila, dhe ti s'ke drejt lash aty, se plazhet i ka bashkë me vilat ky. Po kush është ky më? I futën i tunel vetes aty në, se për ton t'i bjeri nga llogaraja, dhe kush shikon ky ka bërë vilat, kush banon të vilat janë po këta, i shenë për Tiranë washe kalamajt me makina 200-300 euroshe, vezën me 2 kuqe kanë bërë, çfarë janë këta? Çfarë borxhi i ka shqiptari këtyre biznesmenëve që nuk provojnë asgjë? Janë konsumator tenderash. Konsumator tenderash. Unë kam respekt për biznesin. Kam respekt për njerëzit e punës, se sakrifikojnë shkretët për të ndërtuar diçka. Por këta që janë konsumator tenderash, dhe po të shikosh top 5 biznesmenët, 5 kryesorët janë pa shkollë, kuptojnë që tranzicioni pas ka patur një gabim madhor, prandaj dalin njerëzit në rrugë, se janë lodhur me sistemin e padrejtësive, janë lodhur me ca kontrabandist nafte, kontrabandist tenderash, të cilët vjedhin çdo ditë dhe lejojnë që ky vend të shkojë çdo ditë më shumë drejt degradimit. Ka një kontrast madh mes gjyshëve në Shqipëri, të cilët kanë punuar me nder një jetë të tërë për ta bërë këtë vend ashtu si kanë mundur, dhe trajtohen me pensione qesharake, dhe gjyshëve në Malën e Zi, të cilët nuk janë burra dhe gra më të mirë se këta këtu, por paguhen 2-3 herë më shumë. Dhe vjedhjet që i bëjnë kurriz tyre njerëzve, kanë kapur fundin, ka dalë rinia në shesh dhe nuk duron më. Jo vetëm Edi Ramën, modelin politik në Shqipëri. PD-ja prandaj reagojnë tani. PD-ja duhet përshtatur me këta.
Jam dakord me gjitha. Të ekzistuar duhet përshtatës. Ose Berisha në me stabilizaci. Ka një debat, Lisandër, në Partinë Demokratike, që gjitha këto gjëra i bën Flamon Noka dhe zoti Berisha nuk ka faj, ndërkohë ata që janë më të ftohtë dhe më me eksperiencë thonë që nuk është Noka përgjegjës, por zoti Berisha sepse ai vendos gjithçka në PD. Por kush i bën këto gjëra jo ligjore, gomarrëdhënie që ti the pak më herë, po e citoj, në Partinë Demokratike? Shumë pushtete ka administruar zoti Noka për arsye të pakuptimta. Dhe unë mendoj që kjo është logjika për cilën ai s'duhet kandidonte. Duhet shikosh gjendjen e partisë, si e ke marrë kur je bërë sekretari i përgjithshëm, me gjithë kontributet që ka dhënë, se unë nuk jam ai dot. Ai ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme. Por në momentin që kërkon një mandat dytë, po të shikosh analizën, nuk ke një histori suksesi. Dhe duhet t'i hapje rrugë suksesit në mënyrë që të gjendet një njeri politik që nuk krijon konflikte, por jep mundësinë e kohezionit dhe të punës për bashkët për të ecur përpara. Pra nuk është diçka personale kundër askujt dhe vlerësim për këdo, por në këto momente për mua ishte gabim. Ky është opinioni im. Së dyti, kjo historia nuk di gjë veri ka bërë Mehmeti me kokë vet, është një histori fatura në fund të shkon Berishës, se njerëzit nuk kanë shkuar te Partia e Flamurit. Apo jo. Edhe sikur mos di asgjë, fatura shkon te zoti i punës. A është kështu? Unë e kam përgjigjen time. Po bëj bashkëbisedim. Patjetër. Fatura shkon te zoti i punës. Unë mendoj që zoti Berisha që është fajme se s'din asgjë. Vendos. Është fajme, është mëkat fajme se s'din asgjë, por edhe nëse nuk din, fatura vjen ty. Se njerëzit vinë ke kryetari i partisë, dhe është lider historik, është lider i madh Sali Berisha. Ka qenë dyher president, dyher kryeministër, kryetar opozite, ka përjetuar tranzicion të jashtëzakonshëm politik të Shqipërisë, ka drejtuar PD në momente pa përshkrueshme, 97, ku diun, 2005, 2013, 2021, pra ka një protagonizëm të fuqishëm në këto vite në Shqipëri, por me sa duket, ky lider i madh në një parti të vogël nuk e nxë më. Se partia po zvoglohet, dhe po zvoglohet nga mekanizma dhe budallëqe të cilat i kemi totalisht pa nevojshme. PD-ja nuk ka nevojë të prodhojë lajme të tilla. PD-ja do duhet përshtatet me protestën, të zgjedh në krye të saj fibrën politike, të zgjedh njerëz cilët nuk t'i bëjnë omlet kur dalin ke sheshi. Ja, unë jam një nga njerëzit që shkojnë shesh, rregullisht, sa herë ka mundësi. Dhe jam i mirëpritur nga qytetarët, edhe kolegë tjerë të mit. Pa vindet disa prej këtyre që sapo u zgjedhën në shesh, e kam pyetje këtë gjë. Prandaj them, pyetje që ka e përgjigjen brenda. Prandaj them do duhet kjo që po bëj, nuk është e lehtë Arbër. Arbër nuk është kollaj, më fal vetëm se është e rëndësishme. Nuk është kollaj të flasësh për gjëra që nuk shkojnë mirë në shtëpinë tënde. Un kam dy gjëra që duhet t'i theksoj. E para, sa herë kam folur koha më ka dhënë drejt. Pavarësisht se u është rrudhur balli disa njerëzve, sa herë që kam folur koha më ka dhënë të drejt, dhe ndoshta mëkati im ka qenë të paturit drejt dhe të qenurit avangard disa gjëra. Unë mund mbyllja gojen Arbër, për konjunkturë dhe për shkak shumë lidhjeve, mund të isha një nga njerëzit më të promovuar aty. Mund ta bëja më mirë se disa të tjerë rolin e tanishëm që po bëjnë. E kam zgjedhur të bëj të kundërtën Arbër. Dhe ky është investimi më i mirë te vetja. Ti je i vërtet, të bësh betejë politike për të vërtetën, të shërben më shumë edhe mos fitosh asgjë, sesa të pranosh me hipokrizi një situatë banale e cila nuk është e mirë as për PD-n, as për vendin. Në këtë kontekst, duke mos pas asnjë lloj interesi, Lisandri është njeriu që dha beveqen 2021-shin, ditën e listave, duke i kërkuar publikisht zotit Basha, që unë nuk dua të jem as deputet, as drejtor, as gjë, dua vetëm fitoren e PD-s, por këtë 35% që e kanë statut për të rinë të forumit rinor, duhet ta zbatosh. Nuk e zbatoj. Dhe unë vazhdoj që nuk ma dinjërit për ndër këtë punë. Po unë mund digja karrierën politike aty. Unë jam njeriu që dhash bereqe nga mandati i deputetit. Mund ta kisha marrën, siç e kanë marrë ca kolegë që sot janë edhe nderuar aty në Partinë Demokratike. E kupton? Po unë nuk mund të jem hipokrit para demokratëve. Unë bëra betejë politike kundër Bashës, ku ishte edhe Berisha me Bashën. Bashkë ishin. Deri më 9 shtator ata ishin bashkë. Bëra betejë politike për të i themeluar PD-n. Do vazhdoj betejën derisa PD-ja të kthehet në një forcë serioze. Pra, nuk e në plan të largohesh nga PD-ja. Nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja. Nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja, por nuk e në plan të largohesh nga PD-ja
Unë mendoj që nga PD-ja duhen larguar. Ti nuk largohesh, po e kam për... Unë mendoj që nga PD-ja duhen larguar të këqijat. Dhe betejën time e kam me veset të cilat do bëj çmos t'i largoj nga PD-ja. Hapi i radhës cili është kësaj? Hapi i radhës është kthimi i legjitimitet i zgjedhjeve. Kjo është shumë e rëndësishme. Që do thotë? Do studioj gjitha mënyrat se si të përsëritet procesi me 200 antar dhe jo me 237 votues, së pari. Hapa ligjor, së dyti, do ta mendoj këtë punë se ne jemi sa u hap kjo gjë. Po. Së dyti, deserifikimi i Partisë Demokratike. Ka një urdhër të Departamentit Shtetit për të studiuar dhe për të vëzhguar ekstremin e majt kudo në botë. Ne, si forcë e djathtë që kërkojmë dhe mbështetjen e Partisë Republikane, ka ardhur momenti të ndahemi jo me fjalë, se deklarata mund bëjmë çdo ditë ne, po me vepra. Atë që i kanë propozuar Këshillit Kombëtar, ose ta bëjmë, ose t'i thonë amerikanëve që ne nuk e bëjmë. Është e rëndësishme. Ka një Sorosit para se ka ligje tjetra. Ka një Sorosit në PD Lisane se ligje shumë. Ka njerëz të cilët kanë përfituar në mënyrë direkte nga Sorosi, nga fondacioni Open Society Foundation, dhe janë trajnuar, janë shkolluar, janë sponsorizuar projekte të caktuara. Duhet parë kjo gjë. Unë s'duhet bëj gjuhët i shtrigash, unë duhet vët një standard. Dhe janë në PD po së drejtuese apo si janë? Apo janë antarë? Duke qenë se unë nuk doja të bëja gjuhët i shtrigash, thosha arbërit ja kanë bërë këtë gjë, unë po them të kundërtën. Po them vëmë një standard që këta njerëz të mos kenë mundësinë të jenë pozicione drejtuese. Le të jenë antarë, po ti s'mund të jesh në kupolën drejtuese të PD-s. Se ç'kuptim ka një djathtë që i beson filantropi i maj që do të shkatroj djathtën botërore. Ka kuptim, ka sens kjo gjë? Nuk ka. Po ka numër të lartë apo numër të ulët? Se duhet ta ezaurej dhe ti nuk je konspiracionist. Standardi. Ti thua gjërat ashtu siç janë. Standardi po insistoj. Atëherë, miratimi i standardit tregon qasjen e PD-s. Standardi i nxjerr pastaj. Pa nxjerr standardin ne nuk hym t'i bëjmë gjotinën kurrë. Jo, absolutisht. E dyta, njerëz të lidhur financiarisht me qeverinë më të korruptuar të Europës nuk mund t'i kesh kupolën drejtuese. Unë, nëse jam antar kryesie dhe marr 5 milionë euro tendera në vit nga qeveria, interesin e kujt më bëjon? Të opozitarëve, të publikut apo të xhepit tim? Kjo është pyetje shumë serioze për ta bërë. Ka dhe të tjerë në PD? Në qoftë se këta nuk vendosin standard, janë në të drejtë zotit demokratët që të fillojnë gjuetin e shtrigave. Se është standardi padurueshëm. Kjo është stabilokracia. Po, ku ishin? Pse si ishin biznesmen këta para se të hynin politik? Ka suksesshëm. Kjo është e keqja e këtij vendi, more. Që parat, e mbani me Ramën kur thoshte fap filloset, kështu ndahen të tepsi. Prandaj them, o do kesh standard, dhe do kesh një mënyrë morali politik, do i qasesh publiku duke thënë, unë nuk jam hajdut. Si kam vjet kujt gjë, jam i pastër, dhe i bie çdo kujt prej atyre që vjen në Shqipëri, ose do kesh këta që mbillin dorën për këtij si bim dot se ky më sponsorizon. Tash të dyja nuk i bën dot. O do bësh këtë, o këtë. Unë kam çuar kërkesën për standard. Duhet të jetë ky standard, bazuar në praktika ndërkombëtare dhe ligjin e konfliktit interesit. I një tiparim është. Pra ti s'mund të jesh drejtues i lartë në Partinë Demokratike, se i vogël mund të jesh, nëse i lidhur me tendrat përmes familjarëve të afërt, rrethit të afërt, apo në mënyrë direkte. Sti edhe biznesmen të ndërgji, se nuk është se ka hapur kompani dhe punon me kompani private dhe provon për të vënd, se s'kemi gjëma ata. Po këta të lidhur këtë tendrat dhe në kryet të strukturave nuk shkon mërla. Nuk ta pranojnë njëri këtë, se kjo është hipokrizi. Në këtë kontekst, them, këto të dyja janë jetike për Partinë Demokratike. Kjo e ndan shapin nga sheqeri. Kjo ndan rrugën që ti do ndjekësh. Je me sheshin, je me qytetarët, apo je me sistemin politik. Sistemin e kemi në Ramën, por s'kemi nevojë për tjerë. Aleksandër, nëse nuk do ketë një reflektim të tillë në PD, çfarë do thotë? Si do ta lexojë ti këtë dhe presim ndonjë gjë në shtator apo jo? Tani, pa i hyrë konspiracioneve, edhe unë edhe ju, jemi të qartë që këtu ka një vëmendje të shtuar partnerëve për ta çuar Shqipërinë në Europë. Dhe hyrja e Shqipërisë në Europë kërkon, siç e ka shkruar zoti Rama, kurban. Ndodhi në Kroaci kjo punë, nuk është fakt për qeshur është, po kështu ndodhi në Kroaci kjo punë. Ivo Sanader
është ish kryeministri i cili u arrestua për një kontratë premtimi. Po partia e tij është ndër pushtet. I shiti Nuk ka rënë asnjëherë nga pushteti që nga e ka. Patjetër më po. Ra koka. Po. Shiti kompaninë shtetërore të naftës, një 3 karburanteve në Hungari, të cilët me kontratë premtimi, dhe këtë ma ka thënë ish presidenti i Kroacisë, Stipe Mesić, i cili është personal, ma ka thënë vetë parë, kemi qenë për darkë, ka qenë dhe zoti Berisha aty, që a i tha asparat nuk i mori. Kishte i kontratë premtimi për $10 milion, e arrestuan dhe e lanë 10 vjetë në burg. Edhe mduket se ka akoma vitet tjerë. I kanë sekuestruar çfarë ka patur dhe edhe familjen e ka keq, por Kroacia hyri në BE. Tani ky që merr peng biznesmen për të hequr tenderin që t'i japi Baxhanakut ke Akshi. Mendoni ju që s'do bëhet kurban për të hyrë në BE? Ky që shet interesin publik, që shkatroi flotën ajrore të Shqipërisë me Baram presidentin dhe pastaj e bëri president nga shef shtabi, për t'i dhënë bazën e NATO-s, që e prishi vendimin brenda NATO oligarkut. Që këta janë skandale epike, që merret me biznese të dyshimta kundër interesave të SBA-ve në Shqipëri. Mendoni ju që ky s'është në sit, ky megalizues, që përdor pushtetin e vet për të qerasur me qoka, Mogherinira, ku diun, lloj zyrtari. Të gjitha janë të zbardhura, emri i tij del në shumicën e dosjeve ndërkombëtare të trafikut të drogës. Kjo është fatkeqësia e vendit tonë, sepse ne nuk përmendëm ndërtimin. Mund ta bëjmë dhe patjetër, dhe ndërtimi në Shqipëri është vetëm pasojë e rrugës që Edi Rama ndoqi me ekonominë shqiptare. Rama kishte një ëndër, të bëjë pronari më i madh i ndërtimit në Europë, dhe është bërë tashmë. Ai duhet kishte përqindjen më të lartë ndërtimit në Europë, dhe për shkak të stilit vet që jep leje edhe aty ku nuk imagjinohej, sa kryeministra ka pas Shqipëria nga 90-ta, që nga Wilson Ahmeti në radhë. Më thuj kujt i ka vajt mendja me ndërtu të liçeni artificial. Konceptore edhe jo një pallat, po kompleks pallat. Po kujt i ka vajt mendja që mund ndërtohet aty ke pemët, që mund t'i marrësh ti mbrapa Politeknikut edhe të bësh pallate. Kujt i ka vajt mendja që mund ndërtosh Butrin? Kur kujt? Vetëm këtij. Pra, gjëra që as nuk konceptohet, jo se si bënin dot ata para Ramës. Po nuk e konceptohet. Kishte një vit të kuqe. Po konceptohet më po ndërtojmë pa qenë një vit të kuqe. Dhe ky ka bërë të paimagjinueshmën. E ka bërë për interes të xhepit vet. Do të dhe thot, shikoni thot, turizmi është rritur. Ky ka më asete turistike. Kush i ka? Populli ka? Ne skemi, nuk ka ekonomi Shqipëria nga turizmi. Se s'provon asgjë. Lisa, unë jam dakord, dhe ti më denoncues dhe një zë i fort opozitar. Jam i vërtetë se lidh pasionin me politikën, s'ka pas interes. Edhe është asaj që nuk diskutohet, po edhe mënyra si artikulojnë gjërat. Por antipodi, ajo zoti Berisha e vërtet e kundërta e zotit Rama apo jo? Dhe më jep edhe një koment. Ti ishe për rizgjedhjen e zotit Berisha në krye PD-s me gjithë të situatë? Njeriu e zgjedh se çfarë do të jetë, nuk është si dukesh. A dukesh e kundërta apo njeriu zgjedh sjellja politike përcakton atë që je dhe atë që do të bësh. Unë mendoj që ai është lider historik. E kam thënë publikisht. Është një atribut që e ka, nuk është se sikur të vendoste të mos dilte fare nga shtëpia, absolutisht që gjithë demokratët do shkonin për mendim të ai, do e takonin, do e respektonin sa t'ishte gjallë. Si që bën 2013-2020. Nuk ja priste njëri qefin. Do të rish kryet PD-s rri. Do të rish në shtëpi rri. Ku do të dojë ai? Ai është lider historik i PD-s dhe këtë atribut nuk ja heq dot njëri. Mendimin i artikuluar publikisht paktën prej 2 vitesh. Të duhet të zgjidhte ekipin qeverisës. Kandidat për kryeministër, për kushtet që ka Shqipëria. Pa të mos ishte kandidat për kryeministër. Një njeri pro-amerikan, se na duhet mbështetja e SBA-ve në këtë moment delikat geopolitik që po kalon rajoni dhe bota, dhe një ekip njerëzish të cilët nuk t'i kap njeri për xhakete. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse nga 2013 kur ne eram në opozit, shtresat filluan të shtyjnë njëra tjetrën. Ish ministrat nuk ikën. Erdhi i palë që ishte poshtë tyre donte të vajë vendin e vet nuk iku. Një palë tjetër e provoi zoti Basha, një palë tjetër e provon koha, dhe aty u bën një mishmash për shkak mungesës qarkullimit të elitave. Ky është problemi i PD-s, që nuk di t'i thot dikujt bollo zotri. Tani do vi arbri. Dhe të ketë një sistem qartë
të qarkullimit, të elitave, të sistemit karrierës, nuk ekziston kjo. As sot. Sot është hajde se të kemi gjetë një vajzë mirë në Bruxelles. Po nuk, më falë, kemi një djalë mirë nga Londra, i shkëlqyer, si zoti Basha nga Hollanda, ky është një model që është model personal. Unë të ftoj ty, se unë jam këtu dhe hajde. S'ka rëndësi se këta tjerët i kam këtu, hajde ti. Pa përvojë. Po pse këtë punë ka bërë Rama? Merr ministra, ndro ministra, lej 2 vjet, hiq. Ja mësoj nga një foto me 100 gjemari. Veri pak. Ka Gallataxhi, si do mbulohet halli që ky nuk ka para për pensionet? Duke bërë gallat, duke bërë tati, ke pa parlament sa banalian. Pse kjo është politika në Shqipëri? Kjo është për turp, prandaj refuzojnë njerëzit. Ndërkohë në PD duhet kishe të kundërtën e saj. Duhet kishe një sistem karriere. Duhet kishe një sistem karriere të qartë për njerëzit. Dhe ata që vinë nga jashtë, hapja, duhet vinë nga jashtë, por duhet japin ca prova më. Se neokracia në vetvete, shpikja e kësaj tezës, ti zhdukim këta të vjetrit të sillin ca të rinj. Çuni i ishte Enver Hoxha, mojnë qaf 50 vjet vendin. Çuni i ri Laleri. Është zhduku inceneratorin. 800.000 euro rroba gruas. Edhe me kemi gramo, se jam lëndër. Kupton? Kështu që problemi kush është? Problemi është që nuk ke një sistem të qartë promovimit njerëzve. Ne na duhen të rinj, po të rinj provuar, që kanë pas pushtet, dhe nuk na kanë trastuar, po përse zoti Berisha nuk i bën nuk kanë arrogant. S'do më, të shi ta detyrojmë me 2 studio. S'do ai ti bëj. Përse me do të mirë. Mendon që nuk do të fitoj. Mendon që nuk i dijej këto që flasim ne, po i dihesh më mençur se ne 2, se ka më shumë provë. Përse nuk i bën? Ajo është çështja e tij. Thash njeriu zgjedh. Dhe përmes sjelljes politike duhet të bësh. Më krye PD-s apo jo zoti Berisha? Ka shërbyer si faktor bashkimi dhe bashkëpunimi njerëzish të cilët kushtet e tjera s'do jepnin dorë njëri tjetrit. Dakor? Dhe unë mendoj që ai edhe po iku do jetë president deri. Kjo nuk ka diskutim. Roli i tij në Partinë Demokratike është gjigant. Do i vinë shtator apo do? Masat e tij janë shumë të mëdha, thash por ka zgjedhur ta mbylli vetëm në një parti vogël. Nuk e zë kjo parti Berisha. Se nuk e ndjekin dot ta në ritmin e vet. Problemi është logjika politike. Logjikën politike në këtë moment, unë vëlla nuk ja kuptoj dot. Nuk di çfarë po bën. Më vjen keq, por nuk e kam idenë se çfarë po bën. Duke patur parasysh se vaje di si që dim ne, se çfarë po vjen në vjesht. Do veproj drejtësia, mos kujtoni që Belinda nda ka tendera me SMS dhe bëja hedhi kjo. E kanë shtyr fundin e tranzicionit politik përmes fazëve me para, aty ku do vitën, por nuk e heqin dot. Thash, treni që po vjen nuk ka frena, do t'i marrë përpara ata që kanë vendosur t'i rrinë përballë. Ajo sot Belinda Balluku thua tjetër? Fundi politik i tranzicionit vjen me Edi Ramën. Belinda është pasojë e rrezikshme, mafioze, por nuk është shteti Belindës, pavarësisht se ka pushtet më. Absolutisht. E njëjta gjë që do të thosha unë, nuk është Flamur Noka, po është zoti Berisha. Unë do dash përgjigjen time. Edhe po mos digje faturën e mbanaj. Patjetër. Kështu që çon si ka ide apo se ti në shtator. Unë mendoj që Shqipëria ka nevojë tashmë, se farin ta thash, unë kam një defekt, jam avangard, i them gjërat shumë herët. Kam kërkuar për një vit e gjysmë, 2 vitesh qeveri teknike, qeveri besimi, e cila të bëj vetëm një punë arbër. Të përgatis terrenin për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Si përgatitet terreni? Unë isha kandidat në listën e hapur. Më vinte anonimja në zonë dhe blinte 200 euro votën kandidate e Partisë Socialiste. Më rrof mua programi ekonomik, më rroft komunikimi me njerëzit, e çdo lloj gjëje tjetër. Është e pakonkurrueshme. Më vinte kandidatja tjetër e partisë time suportuar nga X oligark. Se tash o do jesh me krimin o me oligarkët. Se këta e dominojnë. Dhe njerëzit kur thonë lista 100% hapura, nuk din se çfarë ka pas kjo punë. Listat e hapura nuk nxjerrin më të mirët. Po të vësh Vaçezelen, të ndjerën Vaçezela që është elite e këngës në Shqipëri, me një nga këto palaço që tundet më shumë se sa këndon, fiton ajo që tundet, se e tillë është ndërtuar sistemi i votimit në Shqipëri. Këtë po thënë. Në këtë kontekst, pa u goditur krimi organizuar, që administron para, pa u goditur këta bankomatet e politikanëve që quhen oligark, bankomat politikanësh janë, përdorues janë, prestanome janë, ta dish, këtu
lista e hapur do të provoj në atë që se dhe në media. E kupton? Prandaj listat e hapura funksionojnë vetëm kur ke zhdukur para nga qarkullimi. A mund bëjmë një qeveri pro-amerikane, pro-europiane, e cila të bjeri kokës këtyre? Dhe të ndaloj këtë fenomen? Unë thëmë po. Për një vit, po të kesh ca ministra, unë nuk kam aspirat, po si unë e si ju, për 5 minuta, u avëm pra nga durë këtyre qelpsirave. 5 minuta. Mos kujto se janë të forta. Këta janë të fortë sepse sistemi i ka mbajtur të fortë. Sa të ju bjeri sistemi, këta nuk ishe janë mini. Unë garantoj që për 3 minuta, në cilin do rreth problematik Shqipëris, sillet rende qetësia. Do vullnet politik kjo punë. Në munges vullnetit, ata dalin me pistoleta, me Altin Shkodër, me makinat blinduara, e vetë tjetrën, këtë se ka policia, ti po mbajte një biçak, 20 vjet burgbën. Kjo është nuk është janë të fortë këta. Këta janë thjesht qelpsira. E një ta gjë në Vlorë, e një ta gjë në Elbasan, e në radhë. Kështu bëjnë edhe oligarkët. Mund bëjnë krime ata, mund bëjnë kontrabandra, mund bëjnë çuditëra, mund vjedhin prona private dhe publike, se janë të fortë ata. Të ndroj qeveria nesër, shikoj ku i ke këta. Kjo është ajo që i duhet vendit. Qeveri besimi, e cila të administrojnë një palë zgjedhje normale, shikojeni pastaj se kush fiton, shikojeni se çfarë politike do keni, dhe mbesoni, ky vend do të ndryshojë. Nga shtatori pas, Shqipëria do të ndryshojë, Shqipëria do të jetë një vend serioz me institucione të lira, një vend i cili nuk do ketë bëjë më me këtë kulturë banale tranzicioni që e ka nxjerr nga rruga e saj normale dhe e ka larguar drejt anadolizmit të viteve 1870-1880, kur kishte kapur kulmin e degradimit vetë Perandori Osmane. Debati jonë, shtatori nuk është larg. Lisandro, faleminderit shumë. Faleminderit. Nëse që të kisha. Ndërkohë, erdhëm në fund të këtij episodi, bëni subscribe, jepni komentet tuaja, ne do të shkojmë në episodin e radhës.